furnizim me ujë, trajtimi urave të zeza, të cilat mbeten në Shqipëri si çështje periferike të diskutimit publik. Në fakt janë çështje themelore të diskutimit publik që duhet diskutohen vazhdimisht. Transporti, dhe jo vetëm transporti, po edhe çështja për shembull e terminaleve. Terminalet shkojnë përtej larg qendrës së qytetit. Çështja e stacionit të trenit. Tirana, unë kam parë një plan të një stacioni trenit aty në si më thon, kthesën e Kamzës, që është më i vogël se një lagje të Barit. Jo stacioni qendror i Barit, po i torret i Bari ose një lagje të Katanjas, pra stacioni i dytë ose i tretë i qytetit. Po ashtu, Tirana, ndoshta pak vetë mund ta njohin planin urbanistik. Tirana momentalisht mund të ketë 25% ose 30% rrugëve të ndërtuara. Pra i mungoj 7% e rrugëve. Tirana sot nuk ka asnjë rrugë në ndërtim. Ndërkohë që për hir të vërtetës analiza popullore e tiranasve ose atyre që kanë diskutuar me një lloj vëmendje zhvillimin e Tiranës është kaq sipërfaqësore, është pothuaje për gjumër, është letargjike ose indiferente, çka më çudit akoma më shumë. A thua se njerëzit operojnë ose ecin me atë mënyrën pa prekje me magnet, jo që praktikisht duhet shkelin nëpër rrugët brenda ose domethënë Tirana ka një deviacion i cili do duhet të ishte më i prekshëm më herët. Keni ju këtë mendim apo? Të them vetëm një fakt që e lexova sot. Doli progres raporti, po shija çdo progres raport ka dhe një fact sheet, quhet domethënë shqip letra e fakteve, le të themi ku janë investimet kryesore të BE-s për çdo shtet. Maqedonia kishte në trajtimin e urave të zeza në Shkup një shumë të jashtëzakonshme. Mali Zi kishte trajtimin e urave të zeza Podgoricës, pra me fondet BE-s. Tek ne ka qenë 2000 mos gabojmë 16-ën që nuk ka asnjë diskutim publik për të çështje pas dështimit të një projekti japonez, pra 9 vjet. 9 vjet kur fondet e BE-s janë aty, derisa i ka marrë Shkupi, derisa i ka marrë Podgorica, pse s'duhet i merrte Tirana dhe Lana vazhdon shkon deri në pra lumin e Ishmit, gjirin e Ishmit, pra i ndot një zonë rreth 10 kilometra vijë qytetare e pajetueshme për çdo lloj. Jo vetëm njeriu, po as për kafshët. Flasim pak, e hapim pak këndin e